Kemi publiku antarësinë e re të kryesisë qendrore të LDK-s, që ka ardhur pas një procesi konsultativ 2 mujor prej kuvendit zgjedhor që kemi pas me 31 janar. Kryetari i LDK-s, pasi që ka marrë të gjitha autorizimet, ka punu dhe është konsultu për të ardhur deri te kjo kryesi 35 antarëshe, e cila është bërë dje publike. Një numër i madh i atyre që kanë qenë kryesi vazhdojnë të jenë, ka dhe emra të ri normalisht. Kishin 15 emra nëse s'gaboj që ishin larguar? Por tash kjo kryesi është në numër është më e ulët se sa e kalumja, dhe normalisht që dikush ka mund edhe të jetë duhet të heqen disa që të vinë disa jashtë listës, sepse ka tani emra të ri, krejt kjo si rezultati një procesi shumë demokratik në kuvendin e fundit që kemi mbajt me 31 janar, dhe po e përsëris edhe njerë pas një procesi disa mujor, konsultativ me të gjitha palët kyqe në LDK, kemi ardhur deri te kjo përbërje e kryesisë së re. Po zogaj, për në fakt u diskutua shumë për disa emra, siç ishin Arben Gashi, Besa Gaxheri, Driton Selmanaj, cilët janë emra cilët kanë dhënë shumë kontribut në parti. Madje pati reagime edhe nga ta, ju po thoni që keni kontaktuar edhe me ta para se të largohen nga kryesia, por dje Besa Gaxheri pati një intervistë në TV1 e cila tha që nuk ishte njoftuar për largimin e saj. Jo, unë po them që ka pas një proces konsultativ, jo, që ka pas komunikime me secilin dhe në një pra nuk janë njoftuar para në një parti edhe nga reagimi që patën dukej që nuk ishin njoftuar paraprakisht. Në një parti të madhe ku ka shumë figura politike me shumë role edhe në të kalumen edhe në të tashmen, kur numri për kryesi është i kufizuar, atëherë normalisht që disa kanë me qenë pjesë e kryesisë, disa kanë me qenë në organe tjera udhëheqëse të LDK-s, siç janë degët e pastaj forume të tjera, pra secili në LDK e ka vendin e vet të merituar. Falenderojmë për çdo kontribut secilin, edhe për të kalumen, edhe për të tashmen, po edhe për proceset që na presin në të ardhmen. Nuk ka vend, nuk pat shumë reagime, si me thonë, negative, nuk ka pas, reagimet e zinë kryesisht pozitive, është prit mirë, kryesia e re, tani kemi punë përpara dhe kemi procese përpara, kështu që do të lëvizim me punë. Fakt vetëm ishte u pa sikur e çuditshme të hiqen disa emra që janë shumë moti në LDK dhe të zëvendësohen me disa emra të cilët janë rishtaz në parti, është si emri i Ermal Sadikut, Festim Kabashit. Për shqyqoni kanë hy deputet të ri në kryesi, kanë hy deputet të ri, kanë hy disa figura të reja, partia gjithmonë ka nevojë për ripozicionime, rifreskime. Kjo është aktualisht kryesia e re, e cila ka një mandat deri në zgjedhjet e ardhshme të brendshme, që janë diku ka fundi i vitit të ardhshëm. Plus kryetari jon Lumir Abdigjiku ka bë të qartë edhe dje gjatë prononcimeve që do të ketë hapësirë edhe për antarë tjerë në kryesinë qendrore të LDK-s. Zogaj, pse u bë pikërisht në këtë kohë ky riorganizim, po themi, i partisë? Ka dalë prej procesit të kuvendit fundit zgjedhor. Pra